Kandidatët e Prizrenit që po garojnë për zgjedhjet e 28 dhjetorit mbrëmishën në hasin historik. Atje u pritën me ngrohtësi të veçantë në Gjonaj me banorët edhe të Krajkut, Zymit, Mazrekut e Planejës, ku kjo tregon se PDK-ja tashmë ka një përkrahje të madhe dhe kjo është tregues i qartë se hasianët kanë vendosur që lideri i ndryshimit pozitiv në Kosovë pas 28 dhjetorit të jetë Betri Hamza dhe vizioni shpresës i PDK-s. Kurse edhe kandidatët për parlament nga Prizreni me këtë rast kanë folur për pjesë programore që kanë PDK dhe pse duhet ta kenë kryeministër Betri Hamzën. Ju mirësore dhe kandidatët e Prizrenit me këtu bashkëpunime. Jemi me një proces tjetër që ka të bëjmë me zgjedhjet nacionale dhe unë jam i bindur që të gjithë ne jemi dëshmitarë që Kosova po kalon në një fazë të rëndë politike, diplomatike, ekonomike, sociale për pasojë të këtë qeverisës që po ndodh në Republikën e Kosovës në 5 vitet e fundit. Fatkeqësisht subjekti që ka dalë i pari, që ka qeverisë Kosovën për një mandat të rregullt 4 vjeçar, edhe për këtë mandatin e fundit në detyrë 1 vjet, e ka provu këtë situatë e cila ka adresë edhe ka zgjedhje. Adresa është natyrisht Partia Demokratike e Kosovës dhe zgjedhja është kandidati ynë për kryeministër, i cili është personalitet i dëshmuar. Që është Afërdita Saramati, që mban numrin 51, është në listën tonë të PDK-s, por do kohën më të mirë, s'po tham trinis, po të moshës së mesme, e ka kaluar realisht me Hasin, me Hasjan. Kemi Jona Hoxha, e cili mban numrin 78, është antare e kabinetit të kryetarit Shaqir Totaj. Alenikit është ajo që tregon që lista e PDK-s nuk është një listë sa për ta mbushur numrin, por është një listë e njerëzve të kualifikuar, të cilët kanë dhënë kontribut në etapa të saktuara, sidomos në kohën kur askush nuk gëzonte të lëvizte të fliste shqip, Ramizja ishte në rreshtin e parë për të na shliruar. Gjona dhe gjithë Hasi e ka treguar vetëm me datën 12 tetor dhe 9 nëntor, ku pashmangshëm ka votu PDK-n, ka votu kandidatët e vet, dhe gjithsesi e ka dhënë mundësinë që për herë dytë një Hasjan të jetë 2 mandate sekretari i Komunës Prizren. Dhe pikërisht që ka ardhur si votë masive më shumti në këto zona, e sidomos kur flasim për Gjonaj, se është fshati më i madh ndoshta edhe në Kosovë.